Kjo është Shqipëria që na duhet ne. Ne na duhet një shtëpi me shumë miq. Kështu që kjo histori është një histori shumë e qartë. Dhe unë e bëj shumë qartë ndarjen mes atyre që dalin të protestojnë sepse kanë shqetësime reale, kanë halle reale, kanë stres, edhe zëmërim real për një arsye apo për një tjetër, duke filluar nga ata që i kanë shqetësimet sinqerta fatet e zogjve, është gjë e madhe shumë. Është gjë e madhe shumë, sepse në këtë bulevard janë vrarë njerëz. Me pushkët e shtetit janë vrarë njerëz për të protestuar, pa bërë asgjë. Sot është gjë shumë e madhe që është bërë bulevardi i Tiranës si karnavalet e Rio de Janeiros që i ndjek gjithë bota. Apo jo, shkojnë njerëzit, dalin, propozohen, dashurohen, ndahen, martohen bulevard. Dhe kjo tregon që ne kemi krijuar kushtet që në këtë vend të lulëzoj edhe në këtë formë liria dhe demokracia, ca dalin atje, ca shohin futboll, ca lozin basketboll, ca pin kafe, po qohu nga kafja, thoshin skuadronet e Mussolinit, përpara se sa të vendosej atje ajo që erdhi mbrapa. Qohu nga kafja ishin ato këmishat e murme të ati tjetrit atje, në Myni. Qohu nga kafja s'ka. Kush do të rinë kafe, do rinë kafe, kush do të shkojnë punë, do shkojnë punë, kush do të protestoj, të protestoj. Dhe tjetra, pa tjetër që ne po përpiqemi, ta lexojmë si duhet mesazhin, se protesta nuk është ajo që thuhet. Protesta është edhe ajo që nuk thuhet, edhe për mirë dhe për keq. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërptor të paguar, mercenar, të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është dhe ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rumuja, po ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestuesi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejt. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individi vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejt të kontestojë, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron tek ky pakt, që ka drejtën dhe detyrën të vendos, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim të qeverisë. Pastaj vim tek populli. Askush nga ne nuk është popull. Se e dëgjoj shpesh, unë popull, jam jo, ti nuk je popull. Ti je një individ, pjesë e një populli. Populli është ai që flet kur vijnë zgjedhjet. Të tjerët flasin kur duan. Por në emër të popullit flet vetë populli kur i vjen radha në zgjedhje. Dhe askush nuk mundet të dali me çfarëdo lloj armate nga mbrapa dhe thot ne jemi populli, sepse kur e kanë bërë në të shkuar ne jemi populli, e dini mirë pasaj se çfarë ka ardhur mbrapa. Ne jemi populli, thoshte Mussolini, ne jemi populli, thoshte ai tjetri atje, ne jemi populli, thoshin këta të tjerët këtu,
që e bën ujë gjakun e dëshmorëve, populli është vetë. Dhe këtu sot ka një lumë që rrjedh, interesash, shqetësimesh, hallesh, problemesh, idesh, dhe ka një kore të zezë mbi protestën. Merrni, shikojni një nga dështakët politik, tek dështakët social politik, tek dështakët e rrugëve tjera tjetës, që kujtojnë se tani u bë dedikos, edhe do marrin në dorë fatet e vendit me dhunë ose me presion. Këto nuk ndodh, po, do e zgjedhin kryeministrin me short. Ta zgjedhin, thoshte Spartak Ngjela sa qeveri ka mbërë kur isha në burg. Problemi është çfarë mendon populli dhe si flet populli. Ne jemi sot në këtë fazë. Më thonë, jo, po mos u merr ti, po kush do merret? Njerëzit duhet të jenë të informuar, njerëzit duhet të dinë që e drejta e tyre për protest është e paprekshme, që çdo formë proteste dhe sidomos ato format kreative